Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet janë vetëm për Allahun Zotin e gjithësisë dhe salavatet e përzemërta mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam në këtë ditë të bukur xumaje të datës 10 korrekt 2026 apo 25 Muharrem 1448 Hijri. Frika në vetvete nuk është një vërtet i lavdrueshëm, por kur ajo qëndron brenda kufive dhe udhëhiqet nga dija dhe nga ndërgjegja, ajo shndrohet në një cilësi të çmuar. E zgjon vetdijen, e nxit veprimin dhe e frymëzon kthimin tek Zoti i Madhnueshëm. Dietarët kanë folur gjerësisht për frikën dhe e kanë trajtuar atë si një emocion të thellë i cili ka shkallë, pra ka derexhe. Midis tyre Ibn Qayimi rahimahullah në librin e tij Madarijus Salikin thotë se frika i ka 3 faza apo 3 shkallë kryesore. Shkalla e parë është frika produktive, që është lloji më i lëvdrueshëm i frikës, sepse ajo e shtyn njeriu që të bëjë mirë, të kërkojë dijen e dobishme dhe të përpiqet për mirësinë, të ngrihet përballë sfidave që i afron jeta dhe i ka përcejnë vështirësitë. Është një frikë që shndrohet në nxitse të veprimit dhe të përmirësimit të njeriut. Shkalla e dytë e frikës është frika paralizuese. Është lloji i frikës që e mbërthen shpirtin dhe i angulfat njeriut gjymtyrët. Ajo rritet në zemër derisa e çon njeriu në dëshpërim, duke ia zbeh shpresën në mëshirën e Allahut të Madh. Kjo lloj frike nuk është më udhërrëfyese, por është pengesë, pra bëhet burim i brengës, i ankthit dhe i dobësisë së besimtarit. Si e tillë, ajo është një sëmundje, do me thënë një çrregullim edhe i shpirtit edhe i mendjes. Dhe kjo frikë nuk sugjerohet as pak tek besimtari. Dhe lloji apo shkalla e tretë e frikës është frika jo efektive apo jo produktive. Kjo është frika më e dobët. Është një përjetim jo i qartë tek njeriu, që ndonjëherë shfaqet kur besimtari ndëgjon një ligjërat, ndëgjon ndonjë hutbë, kur shef ndonjë shenjë apo edhe kur kryen ndonjë mëkat. Ajo është si një erë që e prek zemrën, por në realitet nuk lën gjurmë. Nuk e largon njeriu nga mëkati, nuk e shtyn drejt pendimit dhe nuk e frymëzon me dashuri për bindjen. Kjo frikë është më shumë një kujtim se sa një emocion i thellë. Pra, sikurse fara ekziston, por ajo nuk çel. Dhe si e tillë, ajo nuk mund me drejt të quhet frikë nga Allahu. Vëllezër dhe motra, me të vërtetë, çdo besimtar i sinqert duhet të ketë një masë të shëndetshme të frikës, një ndjeshmëri të thellë që nuk e zbeh jetën, por e udhëheq drejt Zotit të vet. Allahu i Madhruar thotë në përkthimin e ajetit 175 të sures Ali Imran, ju mos ju friksoni atyre, por më friksoni prej meje nëse jeni besimtar. Frika nga Zoti është thellësi e shpirtit, një vetëdije e ndritur dhe e sinqertë. Allahu i lavdrishëm e përshkroi kështu madje edhe frikën e pejgamberëve të tij, njerëzve më të dashur, të cilët, siç thuhet në surën Sejdë, ajeti 16, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, e lutshin Zotin e tyre me frikë dhe me shpresë. Për fund, themi, njeriu nuk duhet të lejojë që të dominojë frika, sepse Allahu është mëshiruesi dhe ai që e don më shumë robin se sa ne mund ta imagjinojmë ndonjëherë. Rabi ibn Kharashiu tregon se Ukbe i tha Hudhaifes: "A nuk do të na tregosh diçka që e ke dëgjuar drejt për drejt nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam?" Hudhaife i tha: "E dëgjova kur tha: një burr kur ndjeu se po i afrohet vdekja, e humbi çdo shpresë. Ai i tha të afërmve të tij: kur të vdes, mblidhni një sasi të madhe drush dhe më digjni tërësisht. Pastaj shpërndani hidhin tim në det në një ditë me erë." Ata bën siç i tha, por Allahu xhaleshanuhu është i plotfuqishëm për çdo gjë dhe kështu që e tuboi trupin e tij përsëri dhe e pyeti: "Pse veprove kështu?" Ai tha: "Nga frika prej teje, o Zot." Dhe Allahu përmes mëshirës së tij e fali këtë
Ky njeri në paditurinë e tij e keq kuptoi fuqinë e Zotit, por friga e tij ishte e thellë dhe e sinqertë. Allahu nuk e dënoi për ignorancën, por e shpërbleu për sinqeritetin e frikës që ai pat. E lutem Allahun xhaleshanuhu të na pajis me frikë të domosdoshme, me frikë të nivelit që na shtyn drejt nxitjes në vepra të mira dhe që na largon prej kryerjes së veprave të dëmshme edhe mëkatare. Deri në takimin e xumas së radhës, nga Bregdeti i Ulqinit, ju përshëndes të gjithëve. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.